Lëndjana ashim thosin pushtet, unë e besoj me këtë artillerin njajtë kena më konë kundër tina. Po mënej, bazum prej mënyrës që shqeveris. Aty dakord. Ambasador, kishe ndërhyrje? Jo, kisha për Beratin. Po. E shikon me shumë entuziazm këtë 4 urë që është në Shqipëri. Do më thënë më vjen keq, se ti e njeri zgjuar, unë të ndjek edhe në shkrime, ke një pasion të pa justifikuar, ose e kam edhe unë të pa njojtur motivin që ti mund të justifikosh ato Shqipërinë e sotshme. Në këtë kuptim, Berat, këtu është një vend i kapur komplet nga një njeri. E para. E dyta, është Rama që i sakrifikon se gjithë njerëzit që i shërpejnë nuk janë veç se numër për të. Edhe gjithë kjo që po bën tani është për të marrë idenë e një luftari kundër korrupsionit duke i sakrifikuar gjithë njerëzit e tij, kaq e thjeshtë është. Prandaj, nëse Shqipëria duhet shpëtuar edhe për aspektin gjeopolitik, është që Rama duhet ikë nga me zgjedhje përfundimisht për 2 qëllime. E para, rikthimin e demokracisë, që për gjithë ne biem dakord është diçka e rëndësishme për këtë Shqipëri që ka vetëm 40 vjet demokraci. E dyta, për një yes man që i thot çdo gjë perëndimit për të bërë sakrifica në emër të Kosovës. Prandaj, unë mendoj që këto zgjedhje nuk ka nevojë për të treguar alternativë. Unë e besoj këtë që figura e Berishës është shumë më bindse se sa figura e Ramës, në shumë drejtime, sepse ky njeri që mban shtetin shqiptar, Berat, nuk ka prodhuar asnjë gjë. Ky ka marrë shtetin shqiptar, vetëm ka eksperimentuar me të. Ky nuk ka dhënë një vizion për rritjen e shoqërisë. Përkundrazi, ka bërë një projekt që ka populluar Shqipërinë me 1 milion veta. Është projekt politik ky. Është kundër interesave të Shqipërisë që njerëzit mos i ngrihen. Ky ka përfituar në të gjitha nivelet të ardhurat publike të vendit të tij. Po flasim për incineratori, po unë po të them faktin që Arben Ahmeta i tha për tunelin e Llogoras. Nga 140 milion ushit brenda një jave 190 milion. Po dihet që punimet i kreu e njëjta firmë që u ofrua me 140 milion. Edhe këto janë fakte. Dhe këtu flasim neve që edhe ky SPAK është i kapur, sepse në një regjim autokratik nuk mund të ketë institucionet pavarura. Se kjo është nonsens pasaj. Edhe SPAK-u dihet që është një vepër e një drejtësie e sponsorizuar nga Sorosi, e ardhur në Tiranë për hir të mbajtjes së pushtetit të Ramës. Prandaj që do të ndryshoj kjo, do të ndryshoj patjetër, siç duhet të ndryshoj gjithë Shqipëria. Këtu ke gjykatën kushtetuese, e cila është bërë vegël e kryeministrit. Këtu s'ke një pushtet të funksionoj si pavarur. Ambasador, jemi në limitet. Të falenderoj panelin. Arben Ahmeta ka dhënë një intervistë për media të huaj. Ne kemi zgjedhur disa sekuenca. Është një intervistë e shkruar. Në fakt është një analizë brillante e asaj çfarë ka ndodhur në 12 vjet në Shqipëri, ku ka qenë dhe ai vet 10 vjet drejtues kryesor pas Edi Ramës në Partinë Socialiste. Ndiqeni pjesët kryesore të kësaj interviste bashkë shihimit të mërkurë natën. Debati im I parë me kryeministrin aktual për kanabizimin ndodhi rreth fundit të vitit 2014, fillimit të 2015-s. Qëndrimi im ishte shumë I fortë kundër kanabizimit. Ky proces në praktik do t'i pasuronte, fuqizonte dhe do t'i bënte me të ardhura grupet kriminale dhe do deformonte krejtësisht ekonominë shqiptare. Gjatë 2 takimeve të gjata jashtë Tiranës të qeverisë kam qenë shumë I drejtë për drejtë në qëndrimin tim. Kam dëshmitar për këtë. Kryeministri kishte një teori sipas të cilës kanabizimi do të nxiste ekonominë. Unë pyeta, po Kolumbia do të ishte vendi më I jashtëzakonshëm në botë, nëse kjo do të ishte e vërtet, por kanabizimi ndodhi dhe e pasoja tani I din të gjithë dhe po I vuan e gjithë shoqëria shqiptare. Së pari,
paraja nga droga pasuroi dhe fuqizoi grupet e organizuara kriminale që ekzistonin në Shqipëri, si edhe mundësoi krijimin e grupeve të reja, duke qenë se droga tashmë ishte mundësia e madhe për të gjithë. Si numri ashtu edhe fuqia e këtyre grupeve kriminale u shumë fishuan. Së dyti, solli pasoja shkatërruese në bujqësi. Shumë njerëz braktisën bujqësinë tradicionale dhe ju kthyen kultivimit të kanabisit. Nuk mund ta fajsosh një fermer për këtë, pa ai është i qeverisë dhe grupeve kriminale. Së treti, solli pastrimin masiv të parave i cili u kanalizua kryesisht në sektorin e ndërtimit. Sot në Tiranë ka 64.000 apartamente bosh dhe megjithatë po ndërtohen kulla të reja. Si është e mundur që ndërtimi të jetë një gjenerues ekonomik, ndërkohë që ka kaq shumë apartamente bosh? Çfarë lloj parash po i financojnë ato? Kur përqindja e kredive bankare të dhëna është një fraksion i vogël i kostos së ndërtimit. A është pastrim parash? E sigurt është që ky nuk është zhvillim. Kjo është një ekonomi në të zezë që u sjell përfitime politikanëve dhe njerëzve të lidhur me rrjetet e pastrimit të parave. Sepse ku përfundoi gjithë ky kanabis? Në Greqi, Itali, Gjermani, sot Shqipëria ka fituar reputacionin në një narkoshteti. Sa kokainë apo heroin kapet realisht në portin e Durrësit, as pak ose shumë pak. Sot ka një anë të errët pas çdo projekti, pas çdo tenderi. Rallëherë shen një proces të drejtë. Shihni ofertat fituese të tenderave. Janë gjithmonë 98%, 99% të buxhetit maksimal të përcaktuar nga institucionet tenderuese. Si mund të ndodh kjo? Në ç'vend tjetër të botës ndodh kjo? Askund. Projekte infrastrukturore, rrugë, energji, ujësjellës. Të gjithë dinë këtë. Tashmë kjo është bërë e ditur për çdo shqiptar të thjeshtë, por shpirti i tyre i reagimit është mpir nga helmi i propagandës. Por çfarë ka ndodhur në Bashkimin Evropian që ata nuk thon asgjë? Nëse lexon raportet e Departamentit të Shtetit apo të Komisionit Evropian, ka një ndryshim midis asaj që këto institucione shkruajnë në raportet e tyre dhe asaj që ato thon publikisht për Shqipërinë. Nëse ata do të shqiptonin në publik qoftë edhe 10% të asaj që shkruajnë në raportet e tyre në Shqipëri, do të kishim sot një perceptim dhe një gjendje politike krejtësisht të ndryshme nga kjo që kemi. Pse nuk thon asgjë për këtë? Pse ato mbyllen syt për kanabizimin? Praktikisht, pasada tashmë ka rënë. Të gjitha shtyllat e një shoqërie demokratike janë të helmuara. Më thuaj një media të madhe që nuk është në ndikimin e qeverisë. Ka portale të vogla lajmesh që janë jashtë ndikimit të qeverisë, por ato veprojnë nën frikë. Ka një sistem drejtësie të përmbysur që kontrollohet politikisht dhe që është i fiksuar pas statistikave. Ka një parlament që në fakt merr urdhra nga kryeministri. Krimi organizuar po lulëzon dhe ka marrëdhënie të ngushtë me qeverinë. Dhe në fund, ka një opozitë që është e shkatëruar. Pra, për çfarë fasade po flasim këtu? Vërtet mendon se evropianët nuk i shohin këto? Kjo është gjitha një teatër i Ramës. Para se gjithash dua të them se për mua është mesjetare që kanë çuar Erionin në burg. Ata mund ta hetonin në gjendje të lirë, por jo duke qëndruar kryetar bashkie. Nuk mund të qëndrosh në detyrë ndërsa je duke u hetuar dhe akuzuar. Në të njëjtën kohë, nuk pajtohem me qëndrimin e Erionit për të sulmuar prokurorët dhe familjet e tyre. Së dyti, nëse shikon arsyeën pse Erioni është në burg, ajo nuk ka lidhje me çështjen e vërtetë, as me inceneratorin dhe as me aferën 5D. Pse? Sepse këto do ta çonin hetimin tek kryeministri dhe ata nuk mund ta prekin shefin e tyre. Pra, edhe një herë, ky është një teatër i madh i Ramës. Ai donte të tunte flamurin e reformës së drejtësi dhe pa Erionin brenda, ky flamur do të binte. Fatkeqësisht Partia Socialiste ka ndaluar së shkruari programe. Praktikisht, ajo që po them është se çështja e Erionit është një teatër i Ramës për të futur më shumë frikë brenda partisë, sepse partia duhet të qëndrojë nën frikën dhe trysni, ndërsa ai tund flamurin e reformës së drejtësi për burokratët evropian. Është e gjitha një teatër, edhe rasti i Erionit i orkestruar strategjikisht dhe me shumë kujdes nga Rama. Pse nuk shkojnë drejt për drejt tek inceneratori i Tiranës? Pse po përjashtojnë nga hetimi njerëz që nuk duhet të përjashtohen? Pse nuk i qepen tunelit të Llogaras? Pse nuk i qepen Akshit? Është një rrëmujt totale. Pse nuk i qepen autostradës Tuman Kashar? Pse nuk i qepen Ekoparkut? Po çështjes Beketi. Shqipëria humbi 130 milionë euro me këtë çështje. Pse nuk i qepen çështjes me Gonigal? Pse nuk i qepen anijeve për prodhimin e energjisë në Vlorë, që është një aferë pastër korruptive? Pse nuk analizojnë dhe ndjekin kostot e rrugëve, të cilat janë disa herë më të larta se në vendet më të shtrenjta evropiane? Ata ndërmarrin ekspedita gjuetie për të shmangur thelbin e shumë aferave korruptive. Ata marrin urdhra.
Menjëherë pasi u shkarkova nga kryeministri ishte shtator apo tetor 2022 kur filloi përndjekja. Pastaj largova familjen, nuk u ktheva më në Shqipëri sepse kisha frikë për jetën time. Kisha frikë për jetën e familjes time. Nëse do përfundoja në burg, jam i sigurt që nuk do dilja i gjallë nga andej. Duke ditur që jam pak emocional, ata do të kishin krijuar ndonjë incident në burg dhe do të thoshin: që ta dini, nga që u grind, prandaj u vra." Lejom ta shpreh kështu, njëra prej tyre fatkesisht është siç e quaj unë, mjestra e të gjithë korrupsionit, Belinda Balluku. Po, ajo është instrumenti kryesor i korrupsionit, është e pabesueshme e paimagjinueshme. Të tjerët tashmë janë jashtë qeverisë, disa prej tyre kanë frikë se mund të heqen edhe nga lista e deputetëve. Të tjerët nuk janë më deputet. Njëri prej tyre tani është drejtues politik i një qarku. Ai ka vendosur të hesht, ka bërë një kompromis me veten e tij dhe unë nuk e gjykoj. Frika është penguesi kryesor dhe frikë për çfarë? Kryeministri përpiqet t'i vërë në pozitë të pasigurt për karrierën e tyre apo për sigurinë e tyre në të ardhmen. Jo në kuptimin e sigurisë së jetës, por nga spaku, kamzhiku në duart e kryeministrit.